Përshëndetje, përsheni duke u vendos pllakat horizontale të ura e unazës së brendshme. Një punë e jashtëzakonshme, e cilësisë të lartë, e stabilitetit fort edhe realizimit të njënës prej projekteve që në çdo formë ka me përmirësu gjendjen e qarkullimit në kryqëzim. Unaza e madhe nuk është drejt, unaza e mesme nuk është drejt përfundimit. Unaza brendshme? Unaza e mesme. Këto te Arbria, a është Po, mëre, kryet ajo? Po. Kryet, po hala nuk është përfundu. Po mirë bre tashti adin kryet, e kemi periudhën e mandatit. Programi elektoral jipet për periudhën 4 vjeçare. Dhe kryet brenda periudhës 4 vjeçare. Po, për çata po thonë, a do të mund të përfundojnë brenda periudhës 4 vjeçare, sepse në anën tjetër e kemi projektin tjetër të madh që është platoja. Pa në plato tash ka filluar mu punu. 6 muaj e ka planin dinamik. 7 muaj ti ka ongër ministria, tu punu jemi. Është vërtet. Tu punu jemi. A kam me përfundu drejt brenda mandatit, këtu është esenca. Çaj kemi 4 muaj që 1 muaj jemi tu punu mundet edhe me u përfundu edhe brenda mandatit. Edhe ishulli urban mundet mu përfundu. Ishulli urban, atë është shumë e rëndësishme. Është më e rëndësishme sepse rrezikohet jeta e qytetarëve kur e kalojnë hekurudhën. Më e rëndësishme. Është për shembull në anën tjetër edhe është shumë e rëndësishme se i lidh dy zona të qytetit koçat të mëdha. Që janë të preme me hekurudhë. Janë të preme me hekurudhë edhe nuk është që hekurudha është ndonjë problem shumë i madh sepse aty është përfundimi i hekurudhës edhe shpejtësia e trenit është prapse është adin po i lidh jo rrëzohet, po në çfarë gjendje kalojnë qytetarët aty është që ke pas aksident tragjik vitin e kaluam pikërisht në këtë hekurudhë. Po e di. Tash që kjo e eliminon çata. Ne në pjesën e poshtme në fund të javës tharshme, ose 10 ditë po them, veç e kemi realizuar një mbikalim për komplet pjesën e Arbris anej nër komunë që të qëtë të pjesa e Lakrishtës. Domethënë për 10 ditë besoj edhe funksionalizohet. Edhe kjo pjesa tjetër këto, unë e besoj që realizohet brenda mandatit. Besoj që realizohet brenda mandatit, po, besoj që realizohet. Besoj që realizohet. A realizohet ajo? Po qëre tash të 2 muaj e gjys jemë në zyre, që hala asnjë muaj nuk e kemi refillu punimet në ishull, që kanë qenë të ndalume.